Mungesa e banjove publike vijon të mbetet një nga problematikat e pazgjidhura në qytetin e Vlorës. Kjo situatë ndihet veçanërisht në zonat më të frekuentuara të qytetit, si sheshi i Flamurit dhe Lulishtja Qendrore, ku çdo ditë dhjetra qytetarë, kryesisht pensionistë, kalojnë një pjesë të mirë të kohës së tyre. Në intervistat për Blu Televizion, vetë qytetarët e shohin me shqetësim këtë problem dhe pranojnë se ndër vite asgjë nuk ka ndryshuar. Sipas tyre, mungesa e banjove publike vazhdon të jetë një shqetësim i përditshëm, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme për zgjidhje. Ata theksojnë se kjo problematik nuk prek vetëm banorët e qytetit, por edhe turistët e shumt që vizitojnë Vlorën, veçanërisht gjatë sezonit veror, ku shpesh këta vizitorë kërkojnë ambiente publike sanitare, por nuk arrin t'i gjejnë ato në zonat kryesore të qytetit. Në dëshmitë e tyre, qytetarët tregojnë se detyrohen të gjejnë zgjidhje alternative duke përdorur ambientet e lokaleve dhe kafeneve të ndryshme, gjë që në shumë raste ka edhe një kosto financiare. Ndërkohë të tjerë pranojnë se për shkak të mungesës së banjove publike, detyrohen të përdorin zona me pemë apo shkure përreth, duke krijuar një situatë jo të denjë për një qytet turistik. Vini çdo ditë tek sheshi i Flamurit? Unë? Po. Jo, nuk dalë asnjë. Unë jam nga fshati, nuk kam të ndodha këtu rastësisht. Tualetet publike, mungojnë, janë prezente këtu? Ne. Ka? Ato mungojnë. Si ja bëni ju? Ja, bëjmë pensionistët, ja. Diku këtu vi vërdavsh. Dhe ma se pyte. Nuk ka. Duhet veni në lokal, si? Edhe në lokal, veni edhe. Edhe ndyje këtu për jashta, këtu në Lulishte dhe në një qoshe atë. Është problem. Është problem. Juve që kaloni? Bjera, ja, tani këtu. Po. Tani këtu, bjera këtu. Unë erdha këtu, sepse po të rrish aty më tanë, kjo era, bia të erë dhe... Është më keq, ha? Është problem. Ka patur më përpara? Edhe më përpara, nuk ka patur. Ka qenë shumë keq më përpara. Dhe tani të paktën ka lokaljet që mund të hysh, të beshuj të orë. Po që ju dele sapi, ju lën apo duhet blesh diçka? Ja, do blesh një diçka, se do blesh një ujë të paktën. Ne, s'beta shumë, papa. Po do që t'jesh, që të vesh tualetet, në tualet duhet të paguaj diçka. Unë kam qenë dhe jashtë, se problem ato. Duhen tualetet publike? Si shkujtë, duhen. Po dorë mirë majtur veç. Patjetër. Edhe ndodhin shumë gjëra në tualetet publike. Shumë gjëra të ndershme. E kuptoj. Vridin ata ndorgaxhite. Po që duhen kujdesu, normalisht duhen mirë mbajtur. Duhen mirë mbajtur nga bashkia, duhen shumë mirë mbajtur. Po ka raste edhe kur s'jam në fshat, vi sepse ku do kaloj ditën. Ja për këtë vi sepse. Ku jetoni, çfarë fshat? Ore, unë kam 24 vjet, kam ikur nga fshati, po këtu në qatë tek ure ballistave, nga kjo gropa. Edhe vin këtu? Po. Si los domino, takojnë moshën shokët e tu, Po detyrimisht këta do takojmë, këta do takojmë. Vjen njëri këtu, ja ke arti këtu? Jo. Jo, ja erdha sot vetë. Po ja, erë të ka për kjo. Tani, kam një pyetje. 2. Tualetet publike, si ja bëni këtu? Neve ku na vini, atje vemi. Te ferra. Ose duhet të shkoni në lokal? Po lokali duhet lokali, po pse te lokali do vesh për të pirë kafe, do bësh ujë. Do pish një çaj, do bësh ujë çaj, nga ajo do vesh nga keqja. Mirë që je unë e ti për shembull. Je me familje. Je me fëmijë. E detyroj do vesh lokal, ke do gjesh do vesh lokal, që të bësh ujë. Ku ta bësh? Kam bërë një cyllë ata aty sepse kam bërë atë. Sepse e banja do pastrim. Nuk shall se neve kemi vajtet shumë ti që të flas shumë tyja. Se si tyja u mund të kem jam bërë 4 gjysh. Po të shërmon ujë sepse Po. Plaku mund dalet, paktën e 5-6 herë mund dalë se s'bën një herë. Jo prostata e gjëra budallëqe. Është një Lulishte që pjesa më të mashurve rrin këtu. Por që normalisht duhen banjo publike apo jo? Po duhet se s'bën. Se njerëzit nuk shalli për të moshur mendjen e po thon njëri tjetrit e po bërin diçka. Po duhej. Dhe 2-3, një duhet për femra, një duhet për meshkuj, se njerëz. Mi që të gjithë të katë. Po thoshe ditë për ditë. Si ja bëni për tualete publike? Te rapid, Po? Ja, ferrat të mëta. Edhe ferrat tje. Kështu ka qenë ka vite apo? Jo. Po ka që banja e prishën ata që kur u bë kjo. Bën të reja. E prish. Jo. Çfarë mos bën një histori?
2, 3, 10. Për kështu, për këtë. Ka qenë kjo banja, që kushe kabina Po. me një punto që e lanë, pastaj vati tu. E shiko, unë do të them të vërtetë këtu. Po. Se është unë kam që 25 vjetë këtu, banja vjetër atje. Po. Që cepi Po bara ne korën veri po ne. Banja këtu të kjo makina, Po. afer këtu, mbrapa këtij burrit. E bukur me sola. Dhe pastaja, neve jemi një qik popull më i trashë, kemi bakabonda, shumë bakabonda, i bëm byst stola tu, rrisim me stola. Një të çkullur, edhe banjot, rrini plotë, nuk e pasoj shkelmi bëni. Duhen banjot publike janë të Ore ne kemi, unë jam presion 4 herë kam fol, 4 herë. Po. Edhe da shikojmë. Tani planin e sheshit e din ata, unë nuk mund të bëj. Juve kërkoni me domosdoshmëri. Edhe jam bërë prepet më mirë se i vadisme edhe këta. E më i moshur këtu. Sa vite ke që del këtu, sa të moshur vinë zakonisht? Ne vazhdimisht sa kemi ardhur këtu në Vlorë, se unë e marrë nga Beati. Ka qenë në rregull në fillim fare me stola, ishte në rregull. E banjot ishin arman. Me këto ristruktorimet e reja, merri njëri lart tjetër, një firme merri njëri e lë, prish stola, prish banjot, prish sheshet, u ka të ndisë në këtë gjendje. Vinë turistët, vinë vërtat këtu, s'kan ku ullën, vinë gratë me fëmijë prap, s'kan ku lëshojnë, në kraj i mbajnë tutje tu. Për ne ishtë ferrave. Ferrave. Po të shkosh në lokal ka shpenzime, nuk ju del Ka xhepi. shpenzime. Ku ka? Do piç kafe? Ne merr që ndodhem këtu rrim në për këta gugurët kështu, që lozin domino, shtyjmë gjysmë ditës. Na njerë vim edhe mas ditës se s'kan ditë e madhe tash. Tualetet duan domethënë. E kështu që ka nevojë shumë qendra e Vlorës. Këtu qendra në Vlorë ka nevojë për dorë. Për pensionistët, për gra me fëmijë e për turistët këtu. Vlora prej vitesh përballet me mungesën e banjove publike, një problematik që ende nuk ka gjetur zgjidhje. Kjo situatë pranohet edhe nga vetë qytetarët, të cilët kërkojnë ndërhyrje konkrete nga institucionet përgjegjëse, veçanërisht në zonat më të frekuentuara të qytetit. Sipas tyre, sigurimi i banjove publike është një domosdoshmëri, jo vetëm për banorët, por edhe për turistët që e zgjedhin Vlorën si destinacion pushimesh.